Greqia ka miratuar një nga programet më të mëdha të armatimit të viteve të fundit me një vlerë që arrin deri në 3.5 miliardë euro. Athina do të blejë nga Izraeli sistemin e avancuar të mbrojtjes ajrore, mburoja e Akilit, i projektuar për të përballuar raketat balistike, sulmet ajrore dhe dronët. Autoritetet greke bëjnë të ditur se sistemi pritet të jetë plotësisht funksional brenda 35 muajve. Paketa përfshin gjithashtu blerjen e dronëve amerikan dhe izraelit, 3 avionëve transportues ushtarak C-390 dhe 10 mini-nëndecëve britanike për operacione speciale. Sipas qeverisë greke, të paktën 25% e sistemit të ri do të prodhohet nga industria vendese e mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes Niko Dendias deklaroi se vendi ka hyrë në një epokë të re të sigurisë, me një sistem të integruar që do të mbulojë të gjithë territorin grek. Ai theksoi se industria greke e mbrojtjes do të përfitojë investime që kalojnë vlerën e 700 milionë eurove, ndërkohë Athina planifikon të investojë 28 miliardë euro deri në vitin 2036 për të modernizuar forcat e armatosura. Plani përfshin edhe blerjen e avionëve luftarak F-35 nga Shtetet e Bashkuara. Greqia vijon të rrisë shpenzimet për mbrojtjen dhe forcimin e bashkëpunimit strategjik me Izraelin për shkak të rivalitetit me Turqinë.